në këtë edicion do të ndiqni. Dështon sërish konstituimi i kuvendit, refuzohet votimi i fshehtë i propozuar nga lëvizja vetëvendosje. Në 26 vjetorin e rënjes është përkujtuar sot dëshmori i orëve të para të lirisë, Agim Selmanaj. Është shënuar sot për vjetorit 35 i kuvendit historik të Verat e Lukës. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Edhe një dështim i radhës ka ndodhur sot në seancën për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Deputetët refuzuan votimin e fshehtë për krye parlamentar. Partitë opozitare ishin shumë të zëshme për këtë formë të votimit, pasi sipas tyre kjo gjë nuk ka ndodhur asnjëherë në kuvendin e Kosovës. Me 30 minuta vonesë ka filluar sot seanca 9 për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Në tentimin e 7 për zgjedhjen e kryeparlamentarit, kryesuesi i kuvendit Avni Dehari propozoi që kryeparlamentari të zgjedhet në mënyrë të fshehtë, nëpërmjet fletvotimeve fizike. Ai u bëri thirrje partive që të propozojnë nga një antar për komisionin për udhëheqjen e këtij procesi. Bazuar edhe në rregulloren e punës së kuvendit, e cila në nenin 61 paragrafi 4 e parasheh edhe votimin e fshehtë me qëllim të hapjes rrugë për bllokimin e procesit, konsideroj që forma e duhur që mund të hap rrugën për konstituimin është votimi në mënyrë të fshehtë me fletvotime fizike. Përfaqësues nga opozita dolën kundër këtij propozimi, duke refuzuar pjesëmarrjen në këtë votim dhe duke mos dhënë as emrat për komisioner. Ne s'marrim pjesë në një votim të tillë të imponuar, as nuk propozojmë komision, ne do t'ju vëzhgojmë. Ndryshimi i mënyrës së votimit në proces, siç u tha më herët, nuk ka ndodhur asnjëherë dhe ne nuk do të bëhemi asnjëherë pjesë e shkeljeve të juaja. Aleonca ka dhënë alternativa dhe ju si keni pranuar ato alternativa, andaj s'do të bëjmë pjesë e cirkut juve. Seanca u ndërprej për të vazhduar të shtunën në ora 10, duke mos u bërë e ditur nëse lëvizja vetëvendosje do ta propozojë sërish Albulena Haxhiun, apo do ta ndryshojë emrin për pozitën e kryeparlamentarit. Në komunën e Gjakovës ka nisur procesi i rindërtimit të kadastrës dhe regjistrit të drejtave mbi pronën e paluajtshme. Gjevalin Nikol Bibaj, drejtor për kadastër, gjeodezi dhe pronë Gjakov, thotë se ky projekt do të zgjidhë shumë probleme pronësore në komunë të cilat ndër vite nuk kanë pasur zgjidhje. Në komunën e Gjakovës ka nisur procesi i rindërtimit të kadastrës dhe regjistrit të drejtave mbi pronën e paluajtshme. Projekt ky që po implementohet me mbështetjen e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe kompanisë Gjaukat Group. Gjevalin Nikol Bibaj, drejtor për kadastër, gjeodezi dhe pronë në Gjakov, thotë se projekti është një mundësi shumë e mirë për të zgjidhur problemet të shumta pronësore që kanë ekzistuar prej vitesh. Me mua janë bashkëpunëtorë nga Agjencia Kadastrale e Kosovës, edhe të firmës projektuese për ndaj të implementuese të këtij projekti për rindërtimin e katastrit. Projekt ky që ka mi zgjidh shumë probleme, unë kam thonë edhe dje në zona të tjera që më kanë, jeni me fat se një pjesë e këtij projekti, pra ato banorë që gravitojnë ato zona ku komun rindërtimi i katastrit. Janë zgjedh 4 zona në komunën e Gjakovës, 4 zona kadastrale, ndërto është edhe Ziti Sadikave Znir dhe Gjakovia Shtet ose pjesa e bllokit të ri së Çyna. Ndërsa ekspertja ligjore Pranvera Alshiqi tha se jo të gjitha komunat në Kosovë e kanë pasur këtë mundësi, pasi vetëm 115 zona në 32 komuna janë përfshirë në projekt. Jo gjitha komunat në vendit kanë pas fatin me qenë pjesë e procesit. Janë vetëm 115 zona dhe shtrije në 32 komuna anë po vendit. Të nderuar Gjakovar, problemet pronësore, vetë prezenca juaj sot këtu tregon qytetari, edhe tregon se ju jeni të vetëdijshëm. Çka do me thonë, mos me qenë pronar i një toke edhe në letër edhe në teren. Edhe nëse shkoni në gjykatë për këtë proces, harxhoni me mijëra euro, përveç kësaj harxhoni dhe kohën tuaj, shkoni me vite edhe procesi nuk kryhet. Aspekti tjetër, ju të tjerë që keni të lashë me kontratat pa formalizume, do thotë me shitbleme që jo mbo moti, edhe s'jon zyrtarizu asnjëherë, ju duheni me mendu
për që ato shqitblimje me i dëshmu në proces. Do të thotë, nëse s'keni kontrata shkrume, çka keni ndonjë letër prej atij transaksioni, çka keni ndonjë informat, çka keni ndonjë dëshmitar, dikush që ka qenë prezent kur është bërë shitja, dikush që e din le të themi çmimin e shitjes, kohën ku ka ndodhur çaj shitblimje, a është pagu, a janë pagu gjitha këstet e pagesës. Detaje sikur këto duheni me mendu kush mundet me ju ndihmu në proces me i dëshmu. Gjithsesi duheni me pas kujdes që kanë të ftoni se dëshmitar duhet me qenë me u deklaru në mbetem, që i bjen të dhëna të rreme nuk guxojmë me dhënë proces. Pse të nderuam? Sepse nëse japim dhëna të rreme në proces, damtohet dikush një palë drejt. E kjo nuk është qëllimi i procesit tonë. Kështu që edhe dëshmitarët kur ti thënë duheni me njoftu që deklarata bëhet në mbetem, për çdo informat të rrajshme munden me u ndjek edhe penalisht. Unë besoj që kjo s'ka me qenë rastin Gjakove, e dim qytetarinë e juaj, e dim të thotë rrethanat krejt, mirë po duheni me njoftu njerëz, sepse ka raste kur ju s'keni asnjë letër tjetër dhe keni mbet në dëshmitar. Kështu që çka thonë ata është shumë relevante për kërkëlantën e juaj. Fidan Hasaj, udhëheqësi i kompanisë Geocat Group, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit nga ana e qytetarëve në fazën përgatitore të motjeve në teren. Duhet që ju më na ndihmoni neve pak që me fillu pak me para përgatit terenin për me fillu fushatën e matjeve. Kjo nënkupton që ju në teren secili për juve se jeni si pronar shfrytzues, i keni disa kufi që ja tregojnë juve që e keni shfrytzuar deri tash pronën e juaj, deri ku e keni pas kufinin me këshi. Ideja e kësaj pune është se çata kufi na jemi të detyruar me këtë projekt me incizu, me matë në teren direkt, edhe me regjistru në kadastër. Para se me fillu matjen, është mirë që ju si pronar, si shfrytzues, së bashku me këshit e juaj, fësit, me fillu edhe me i zbulu kufit, me identifiku edhe kur vimna në teren, me na i prezentu kufit qysh i keni ju në teren. Tash si shenja kufitare, na kemi vlerësu se mundet me qenë ndryshme, mundet me pas gur që jenë përdor për paran, zakonisht në zonat rurale, jo në qytet, mundet me pas shenja apo kunja të hekurit, që i keni vendosë më heret, mundet me qenë mure, streha, zakonisht këtu në pjesën e urbane e ke pa që ka ma shumë mure edhe streha, objekte, ose ndonjë kufi tjetër i cili e përcakton ndonjë kufi fort që e përcakton mezën mes juve dhe këshive t'juaj. Kujtojmë se Agjencia Kadastrale e Kosovës ka mbajtur takime me qytetarët në disa zona, përfshirë këto: zona kadastrale në qytet, zona kadastrale Jahac, zona kadastrale Gjakov jashtë qytet, përfshirë edhe zonën kadastrale Zidi Sadikagës 1. Qëllimi i këtij projekti është harmonizimi i gjendjes faktike të pronave në teren, ndërsa matjet do të fillojnë nga qershori deri në shtator, ndërsa zyra e personave të cilët do të jenë pjesë e projektit në Gjakov do të mund të jetë e gatshme në 3 javët e ardhshme. Është përkujtuar sot në 26 vjetorin e rënjes ushtari i orëve të para të lirisë, dëshmori Agim Selmanaj, i cili me trimëri dhe mjeshtri ushtarake udhëhoqi aksione të shumta. Në përvjetorin e tij edhe një herë u rikonfirmua sakrifica e tij për lirinë e vendit. Familjarë, bashkëftëtarë dhe qytetarë të shumtë sot në kompleksin memorial në Glogjan ndëruan veprën dhe luftën e dëshmorit Agim Selmanaj në 26 vjetorin e rënjes së tij. Ramush Haradinaj, komandanti i zonës operative të Dugagjinit të ushtrisë vlerimtare të Kosovës, tha se Agim Selmanaj me familjarët e tij ishin në shërbim të UÇK-s që nga fillimi i luftës. Lavdi! Është nderë të bashkohemi në kujtim bashkëftarit tonë të orëve e ditëve të para të ushtrisë vlerimtare të Kosovës, Agim Selmanaj. Agimi i UÇK-s, agimi i ri, agimi jon në atë kohë, ka qenë i pari e me të partë në përballje me forcat serbe, me regjimin e Miloševićit, ka qenë i pari në vijat e luftës në të gjitha vend luftimet e ushtrisë vlerimtare të Kosovës. E bujar Haradinaj, bashkëftar dhe mik i dëshmorit, tha se Agim Selmanaj mori pjesë pothuajse në të gjitha betejat që zhvilloi kundër forcave serbe ushtria shqiptare e Kosovës në Dugagjin.
Gjitha betejat në zonën operative Dugaxhinit, Agim Selmonaj ka qenë një ndër djemt e parë. Më thonë që ka marrë pjesë në ato beteja në zonën operative Dugaxhinit, to nis prej Ratishit, Jabllanicës, Cermjanit, Hereqit, Dojakës, Carabregut. Më thonë s'po imi i përmend gjitha betejat, se për Agimin duhet me fol Koxhagat. Dëshmori Agim Selmanaj ishte ndër të parët që u bashkua UÇK-s, qysh në orët e para të kërkesës për liri të vendit. Edhe pse i plagosur disa herë, asnjëherë nuk u largua nga luftimet derisa ra heroikisht në fshatin Ratish të Deçanit me 1 maj 1999. Është shënuar sot për vjetorit 35 i kuvendit historik të Verat e Lukës. Fushata për pajtimin e gjaçeve në Kosovë kishte filluar në vitet e 90-ta si një nga nismat më patriotike, që rezultoi me mbi 100 gjaçe të falura dhe mira nga tresa të pajtuara. Qytetarë të shumë nga treva të ndryshme shqiptare, por edhe veprimtar të lëvizjes së pajtimit të gjaçeve u mbledhën sot në Lugë të Deçanit për të kujtuar 35 vjetorin e kuvendit të pajtimit të gjaçeve në Verat e Lukës. Kryetari i komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj, tha se është kënaqësi që të mbledhen në vendin ku 35 vite më parë rreth 500.000 shqiptar ishin bërë bashk në lëndinën e shpresës e të pajtimit. Ka qenë diçka e jashtëzakonshme që ne për Kamosha nuk është që kemi në zotësi me përshkru emocionin për atë ditë tepër të veçantë, që konsiderohet ngjarja më e madhe historike në vend për lëvizjen e kohës. Dhe po ashtu më lejoni mi falënderu familjet të cilat kanë qenë protagonist të kësaj dite, sepse është shumë e rëndësishme kjo pjesë, e cila ka kulmuar me bashkimin e popullit tonë për nevoja televizjes kombëtare deri te lufta e ushtrisë lëndore të Kosovës. Në përvjetorin e 35 të kuvendit për pajtimin e gjaçeve folën edhe veprimtar të asaj periudhe Havashala e Nasim Haradinaj. Deçani është treva ma sulmune në aspektin patriotik. Ju dini, zonat e kufinit gjithmonë kanë pas fatkeqësisht 2 sene, mesatarë s'ka pas, po ka pas, ot fort, ot lig. Këta s'kanë konë në përmeshet Kosovës kanë pas një me zgjell, herë me des, herë s'kengi, ka kanë pas qep. Ata që pëtu me tregu këtu është në një pjesë, për posë që ishin të burgosur politik dhe dëshmitar, ishim edhe në atë kohë të përndjekur. Kishim fleta rastime në atë kohë. Nga historiani Muhamet Qerimi tha se tubimi të Verat e Lukës është ndër më të rëndësishmit në përpjekje për pajtimin e familjeve shqiptare. Mund të themi se kuvendit e mbojtur të Verat e Lukës përfaqësojnë një nga format më autentike të organizimit politik dhe shoqëror të shqiptarëve në periudha vendimtare të historisë. Kuvendit ndikua në forcimin e identitetit kombëtar shqiptar, duke shtruar rrugën për zhvillimin e lëvizjeve më të mëdha, të cilat i paraprin shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, ku pjesë integrale ishte edhe Kosova me Lukën e Deçanit në të. Marrë në tërësi, kuvendet shërbyen si forume vendimmarrëse për çështje të mëdha kombëtare, duke u bërë qendër ku u lidhen besa, u pajtuan gjaçe dhe u hodhen themelet e kryengritive që kishin për synim mbrojtjen e të drejtave dhe identitetit shqiptar.
Veprimtarët e pranishëm thanë se në Verat e Lukës ishin pajtuar rreth 120 gjaqe dhe mbi 300 gatresa, përderisa në nivelin vendi veprimtarin bashkë me prisin e tyre Anton Qeta e kanë arritur të falin qindra gjaqe. Në përfundim të aktivitetit u vendos edhe një plak për kujtimore në ndërim të kësaj dite. Me mesazhet barazi, punë e jetë të dinjitetshme e shumë bishkrime të tjera, ka nisur protesta e sotme në Prishtinë, e cila kishte për qëllim adresimin e kushteve të pafavorshme të punëtorëve, të drejtat e tyre me ligj dhe inflacioni në vend. Në ditën ndërkombëtare të punës, shoqata të ndryshme sindikaliste në Kosovë ju bashkuan sindikatës së re të Kekut për të protestuar. Sindikata e re e Korporatës Energjetike të Kosovës në bashkëpunim me kolektivin feminist, Qendrën Sociale Përpjekja dhe aktivistë të pavarur, në ditën ndërkombëtare të punëtorëve, kanë organizuar marsh protestues sot në Prishtinë, në protestë të kërkuar rritje pagave si dhe respektimi të drejtave të punëtorëve. Nejat Lumnica, kryetari i sindikatës së re të Kekut, u shpreh se si arsye e protestës është edhe inflacioni i kohës së fundit në të gjitha sferat, si dhe kushtet e punës që rrezikojnë dhe sfidojnë jetën e punëtorëve. Jo edhe një që sot jemi me 1 maj, një ditë simbolike që shënohet gjithkund në botë me protesta, kemi vendosur edhe na të bëjmë protestë dhe të thejmë atë mitin e festës e të bëjmë protestë, për arsye se kemi për çka me bë protestë. Ne kemi inflacionin e kohëve të fundit, që është lidhur me çmimin e energjisë elektrike dhe produktet varëse, e që besa punëtorët e Korporatës Energjetike të Kosovës punojnë, sfidojnë, rrezikojnë jetë dhe vdesin 1% të stafit si rezultati smundjeve profesionale që ne dyshojmë që i marrin gjatë procesit të punës e pasunohet keq në këtë rast. Një tjetër kërkesë e sindikatës ishte edhe themelimi i gjykatës së punës. Ne shumë herë e kemi hasë në keq kuptim edhe me institucionet e Kosovës, edhe me qeverinë e Republikës Kosovës, që thonë që nuk ka nevojë për gjykatën e punës. Kjo është një gënjeshtër për arsye se vetëm Korporata Energjetike e Kosovës ka mira land që punëtori e ka padit për padrejtësitë. Ne kërkojmë me ngon gjykatën e punës. Ata të cilët janë kundër gjykatës e punës janë kundër punëtorit. Dhe ju bëj apel edhe të qeverisë të ardhshme edhe kuvendit e ardhshëm, deputetëve të ri që të bëjnë gjykatën e punës, të aprovojnë këtë drejt për punëtorë, se nëse nuk bëhet kjo gjykatë e punës, atëherë tregojnë qartë që janë kundër interesave të punëtorëve. Sipas sindikalistëve, situata ekonomike dhe kushtet jo të mira të punës kanë qenë shtys për organizimin e protestës së sotme, pikërisht më 1 maj në ditën ndërkombëtare të punëtorit. Edhe pse në kryeqytet sot u protestua në Gjakov, sikurse vitet e kaluara, edhe sot hapësira gjelbëruese në Lumindrin u bën vende të preferuara për qytetarët, të cilët zgjodhën të festojnë 1 maj, ditën ndërkombëtare të punës. Ditën e punëtorëve, disa nga qytetarët e Gjakovës zgjodhën ta kalojnë në natyrë buz Lumindrin. Familje të shumta, të rinj e të moshuar shfrytzuan ditën me diell për të pushuar, duke kaluar më shumë kohë me njëri tjetrin. Mirë shumë, ditë e bukur, fest, dulëm pak në piknik, mi lanë pak mbrapa ato problemet e jetës përditshme, mi harru pak, qështu, me familje, ty u knaq. Po shijojmë natyrën e bukur ofër drinit. Këtu sot takuam edhe pasionantët e peshkimit. Një ditë lirë, dalim qështu për peshkim, arktohem, e kem pak hobi peshkimin, edhe 1 maj fest e mira, vinë familjar. Bregjet e Lumindrin po i shijonte edhe një voglushe, e cila mendonte se sot kishte një arsye për të festuar. Sot është ditë pushimi, kam ardhur në Lumindrin bashkë me familje për piknik, sepse është sot 1 maj dhe jam duke kaluar shumë mirë. Dhe shpresoj se nesër do ta muajmë lirinë dhe arpagjikt nuk mund të vijen. Gjatë gjithë ditës në këto hapësira gjelbëruese u krijuan një atmosferë festive me muzikë, ushqim të përgatitur në natyrë dhe plot momente argëtimi për fëmijët.
Avokati i popullit ka kërkuar nga zyra e rregullatorit për energji pezullimin e vendimeve që kanë të bëjnë me rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Mark Kaçinari nga zyra e avokatit të popullit në Gjakov thotë se kjo do të ndodhë deri në përfundimin e hetimeve lidhur me ankesat e qytetarëve. Rritja e çmimit të rrymës pas protestave të organizuar pati edhe një sër ankesash drejtuar avokatit të popullit pasi po paraqet shqetësim të qytetarët. Kjo ishte edhe shkak që avokati i popullit të hap hetime dhe të parashtroi kërkesë për pezullimin e zbatimit të vendimeve nga zyra e rregullatorit të energjisë. Mark Kaçinari nga zyra në Gjakove, avokatit të popullit, tha se pas kësaj kërkese pritet që zërrejt të reflektoj. Po flasim për një kërkesë të cilën dje me datën 30 prill 2025 avokati i popullit ja ka drejtuar zyrës së rregullatorit të energjisë për pezullimin e zbatimit të dy vendimeve, po flasim për vendimin numër 2697 dhe për vendimin 2698 të datës 11 prill 2025. Siç veç jeni ndjeni, lidhur me ngritjen e çmimit të energjisë, ka pasur edhe protesta, ka pasur edhe ankesa, kështu që avokati i popullit ka hap rast dhe mbi këtë bazë ka dërguar një kërkesë për qenë si në 18 paragrafi 5 i ligjit për avokatin e popullit, e lën avokatin e popullit që të kërkojë pezullimin e vendimit administrativ nga cili do autoritet publik derisa të përfundojë hetimet. Kështu që mbi këtë bazë avokati i popullit e ka dërguar këtë kërkesë për pezullim dhe tani presim në reflektim nga zëreja. Në bazë të analizave të situatës në vetë, në mungesë të konsultimeve të institucioneve dhe të parlamentit, erdhi ndërmarrja e këtij veprimi nga avokati i popullit. Para po flasim për drejtat njerëzit, kjo ngritje e çmimit i ka prek drejt për drejt jetën e qytetarëve. Tani po flasim me një periudhë kur veç nuk ka pas konsultime të mjaftueshme, tani me një periudhë ku institucionet apo parlamenti i Republikës Kosovës nuk është duke funksionuar, dhe gjitha këto kanë bërë që avokati i popullit e ka analizuar dhe ka dalë me këtë kërkesë. Me qenë se jemi në stadiet fillestare të hetimit, tani varësisht se çka do të gjejmë gjatë hetimit, do të rekomandojmë autoritetin kompetent. Por në këtë fazë vetëm është kërkuar pezullimi i këtij vendimi. Kaçinari thotë se në këtë kërkesë janë parashtruar një varg arsyesh që kërkojnë pezullimin e këtij vendimi dhe nuk ka pasur diskutim paraprak. Në kërkesë, avokati i popullit i ka përmend disa arsye, ndërto është edhe ngritja e çmimeve që na presim pas në reflektim në ngritjen e çmimeve tjera, pastaj kjo do t'i prek sidomos familjet që janë në skemën sociale, me qenë se jeta aty do të varfërohet edhe më tepër, dhe është një muj faktorësh që të gjitha duan që janë të përmendur në kërkesë që është dërguar zyrës. Në kërkesë, avokati i popullit i ka përmend disa arsye, ndërto është edhe ngritja e çmimeve që na presin pas ngritjes së çmimit të energjisë. Ndërkaq që ngritja e çmimit të energjisë elektrike ka ndikuar edhe në ngritjen e çmimeve të gjërave tjera. Në Gjakov menjëherë është ngritur edhe çmimi i bukës, po ashtu banorët janë ankuar se ka ngritje të çmimeve edhe në sektorin e gastronomisë, po ashtu edhe të produkteve ushqimore. Kaçinari gjithashtu vlerëson se aktet e tilla në situatën aktuale në vend prodhojnë pasoja të pariparueshme për të gjithë qytetarët. Profesori Shefqet Dinaj ka promovuar sot edhe një prurje të re në veprimtarinë e tij krijuese. Ai ka promovuar monografinë e familjes Rasi me titull John Pieter Rasi. Është promovuar sot libri John Pieter Rasi si prurje e re në veprimtarinë e krijuesit Shefqet Dinaj. Ai ka promovuar monografinë e familjes Rasi me titull John Pieter Rasi. Libri John Pieter Rasi, Jeta dhe vepra, është monografi familjare cila trajton të bemat e personarit kryesor, luftëtarit dhe adhëtarit shqiptar John Pieter Rasi dhe familjes Rasi në Shqipëri dhe Kosovë. Me që luftëtari John Pieter Rasi u lind në fshatin Rasi Jeger, kam aspiruar që para lexuesit të sjellë sa më shumë të dhëna për origjinën nga vija protagonisti jon dhe familja e tij. Fillimisht do të flasim për fisin Berish, Shqipëri, Kosovë, përfaqësuesit të cilit është kjo familje. Pastaj për bajraqet e Mirditës e konkretisht për bajrakun në Kuzhninit, bajrak të cilit i takon edhe banorët e Rasit të Egër dhe John Pieter Rasi. Me pas do të japim disa të dhëna për fshatin kusar të Hasit të Gjakovës, historikun e shkurtër si dhe në vijat e trasha, karakteristikat e përgjithshme të këtij vendbanimit të vjetër, për toponimin e larmishme dhe statistikat e banorëve dhe shtëpive nëpër vite. Në mungesë të redaktorit të veprës, profesor Besim Muhadrit,
Recensionin e tij u lexua nga profesoresha Luljeta Hysenaj. Libri Gjon Pjeterasi, Jeta dhe vepra, është një monografi me vlerë të shumëfisht familjare dhe historike, që trajton jetën dhe veprimtarinë e adhetarit shqiptar Gjon Pjeterasi, si dhe trashëgimin e familjes Rasi në Shqipëri dhe në Kosovë. Autori profesor Dr. Shevqet Dinaj, me përkushtim dhe përmes hulumtimeve të thelluara, sjell para lexuesit jo vetëm portretin e një figure të veçantë kombëtare, por edhe një panoramë të gjerë historike, etnografike dhe shoqërore të kohës në të cilën jetoi ky personalitet. Struktura e librit mbështet në disa boshte themelore, si origjina dhe konteksti etnografik, rasi i egër dhe kusari, figura e Gjon Pjeterasit, kontributi i qetës së tij, aspekti dokumentar dhe mesazhi historik e kombëtar. Libri Gjon Pjeterasi, Jeta dhe vepra, është një vepër me rëndësi të veçantë për histori dhe trashëgimin familjare, që sjell në vëmendje figurën e një luftëtari dhe adhetari të shquar shqiptar. Në zgjedhjet e 9 shkurtit, partia fituese është zgjedhur Lëvizja Vetëvendosje, e cila arriti t'i siguronte 48 deputet, e pasuar nga Partia Demokratike e Kosovës me 24 deputet. Kronika në vazhdim na sjell emrat e deputetëve të 4 partive, të cilat në zgjedhjet e fundit siguruan numër më të madh të votuesve. Deputetët e legjislaturës së 9 të Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje janë Albin Kurti, Glauk Konjufca, Faton Peci, Hekuran Murati, Albulena Haxhiu, Xhelal Zveçla, Donika Gërvalla Shvarc, Avni Dehari, Mimoza Kusari Lila, Arben Vitia, Ejup Macedonci, Shqipe Mehmeti Selimi, Saranda Bogujevci, Edona Laloshi, Mefail Bajqinovci, Hajrullah Qeku, Armend Muja, Jeta Statovci, Haxhi Avdyli, Albena Reshitaj, Artane Rizvanoli Berisha, Nezir Kraki, Adelina Grainca, Arbëresh Kreziu Hyseni, Arbër Rexhaj, Dimal Basha, Valon Hoti, Arbërien Agavci, Liza Gashi, Valon Ramadani, Labinot Demi Murtezi, Fjolla Ujkani, Halil Thaçi, Fitore Pacoli Dalipi, Agim Bahtiri, Artan Abrashi, Salih Zyba, Adriana Matoshi, Drita Pajaziti, Fitim Haziri, Bylbyl Sokoli, Driton Hyseni, Bajram Mavriqi, Arjeta Fejza, Ilir Kërçeli, Fatmire Kolçaku, Arjeta Regjepi dhe Rozeta Hajdari. Deputetët e legjislaturës së 9 të Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës janë Bedri Hamza, Memli Krasniqi, Uran Ismaili, Vlora Qitaku, Sala Jashari, Enver Hoxhaj, Përparim Gruda, Ganimete Musliu, Nait Hasani, Jakub Nura, Rahman Rama, Artan Behrami, Mërgim Lushtaku, Elmi Reqica, Ferhat Shala, Blerta Deliu Kodra, Fadil Demaku, Altin Krasniqi, Gjevahir Geci, Abelard Tahiri, Ariana Musliu Shoshi, Eliza Hoxha, Arbnore Salihu dhe Kosovare Murseli. Deputetët e legjislaturës së 9 të Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës janë Lumir Abdigjiku, Doar Sakica Xhelili, Kujtim Shala,
Hykmete Bajrami, Avdullah Hoti, Anton Çuni, Lutfi Haziri, Jehona Lushaku Sadriu, Gazmend Muhaxheri, Armend Zemaj, Hysen Çekaj, Imri Ahmeti, Fadil Hadërgjonaj, Besjan Mustafa, Marigona Geci, Ekrem Hyseni, Krenar Gjaferi, Alban Zogaj, Sërbeze Muçaj dhe Arjeta Abazi. Deputetët e legjislaturës së nëntë të Kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës janë Ramush Haradinaj, Daut Haradinaj, Bek Berisha, Time Kadriaj dhe Lahi Brahimaj. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti ndryshueshëm, me temperatura që kanë lëvizur nga 10 deri në 25 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do lëvizi nga 9 deri në 26 gradë Celsius, karakterizuar nga moti me diell. E shtuna do të karakterizohet nga moti me diell, me temperatura që do variojnë nga 10 deri në 27 gradë Celsius. Edhe të dielën pritet të mbizotrojë mot me diell, me temperatura që do lëvizin nga 12 deri në 27 gradë Celsius. Moti vranet e me diell pritet të mbizotrojë të hënën, me temperatura që do variojnë nga 14 deri në 26 gradë Celsius. Moti ngjashëm pritet të mbizotrojë edhe të martën, shoqëruar me temperaturë minimale 12 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 24 gradë Celsius. 11 deri në 23 gradë Celsius pritet të jenë temperatura gjatë së mërkurës, karakterizuar nga moti vranet e merreshje shiu. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Dështon sërish konstituimi i Kuvendit, refuzohet votimi i fshehtë i propozuar nga lëvizja vetëvendosje. Në 26 vjetorin e rënjes është përkujtuar sot dëshmori i orëve të para të lirisë, Agim Selmanaj. Është shënuar sot për vjetorit 35 i Kuvendit historik të Verrat e Llukës. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.